Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk do harxoni më lekja si të shpëtoni nga gjëndra tiroide vetëm me këto 5 produkte. Tiroidja është përgjegjëse për prodhimin e hormoneve të cilat kontrollojnë disa funksione në trup. Ajo luan një rol në rregullimin e humorit, peshës, fertilitetit e të tjerë. Prandaj, nëse tiroidja nuk funksionon ashtu siç duhet, ju mund të përjetoni një sër efektesh anësore të padëshirueshme. Për ta mbrojtur atë, duhet të përfshini në dietë ushqimore disa ushqime të pasura me jod, që i nevojiten tiroides që ajo të funksionojë ashtu siç duhet. Algat e detit, ato janë të pasura në jod, e cila i nevojitet tiroides në mënyrë që të funksionojë ashtu siç duhet, por mos e teproni me to. Një sallatë me alga deti në javë është e mjaftueshme. Vezët po ashtu janë të pasura me jod dhe selen, një tjetër lëndë ushqyese që ndihmon në rregullimin e hormoneve të tiroides. Kosi, bulmeti, është gjithashtu një burim mjaft i mirë i jodit. Mish pule ose biftek. Mishi është një burim i mirë i zinkut, një tjetër lëndë ushqyese kyçe për tiroiden. Manaferat, fruta si manafera, luleshtrydhe dhe boronicat janë të pasura me antioksidues që luftojnë radikalet e lira, të cilat janë shumë të larta tek njerëzit me probleme të tiroides. Në qoftë se ju keni probleme të pashpjegueshme me peshën trupore, nën peshë ose mbi peshë, djersitje të tepruar ose nervozizëm, çrregullime të jashtëqitjes, kapëllëk të vazhdueshëm ose diare, dridhje të duarve ose në të gjithë trupin, rrahje të shpejta ose të ngadalta të zemrës, luhatje të tensionit arterial e të tjerë, duhet që të vizitoheni për probleme me tiroiden. Nga ana tjetër, për fat të keq, problemet të cilat lidhen me gjëndrën tiroide janë shumë të zakonshme dhe disa njerëz nuk janë të vetëdijshëm se vuajnë nga ky problem shëndetësor. Problemet me gjëndrën tiroide munden të trajtohen me ushtrim të rregullt, dietën e duhur, si edhe duke reduktuar stresin. Ne gjithashtu do t'ju sugjerojmë disa mënyra natyrale për të shëruar tiroidet. Konsumoni vitamina A, D dhe K2, pasi këto vitamina janë tepër të rëndësishme për sa i përket gjëndrës tiroide. Konsumoni vitamina A, D dhe K2 sepse ato janë mëse të veçanta për të përmirësuar gjëndrën tiroide. Konsumoni gjithashtu zarzavate. Ju rregullisht duhet që të konsumoni alga dhe perime, pasi ato janë një burim tepër i zakonshëm i jodit dhe janë jashtëzakonisht të larta në ushqyes. Nga ana tjetër, vaj i kokosit. Gjithashtu, ky vaj do të stimulojë edhe humbjen në peshë, por nga ana tjetër ai do të përmirësojë metabolizmin tuaj dhe gjithashtu do të mbështesë shëndetin tuaj imunitar, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm në rastin e problemeve me tiroidet. Ju duhet të konsumoni të paktën një lugë gjelle në ditë. Shmangni gjithashtu glutenin. Gluteni mundet që të rezultojë në një përgjigje autoimune në disa njerëz dhe besohet të çojë në zhvillimin e gjëndrave tiroide. Dhe, për më tepër, ju nuk duhet që të konsumoni gjalp kikiriku, pasi ai përmban goitrogene, të cilat ju përkeqësojnë ju shëndetin. Nga ana tjetër, duhet të dini se edhe lëngu i xhenxhefilit shkakton përmirësim të gjëndrës tiroide. Hipotiroidizmi është një sëmundje e cila e prek gjëndrën tuaj tiroide, duke e penguar atë që të prodhojë sasi të mjaftueshme të hormoneve.
Kjo sëmundje kronike mundet të trajtohet dhe të kurohet me një sër medikamentesh, por edhe me kura natyrale. Sipas të dhënave, ajo ka të bëjë me lëngun e xhenxhefilit, një pije e cila përgatitet shumë lehtë dhe gjithashtu ka një efekt të shkëlqyer. Në momentin që trupi juaj preket nga hipotiroidizmi, metabolizmi juaj bie në gjumë. Hapi më i natyrshëm në këtë rast është marrja e mineraleve për të aktivizuar tiroiden. Jodi është një prej mineraleve më të nevojshme, por jo i vetmi. Magnezi, zinku, kaliumi janë 3 minerale të dobishme të cilat ju ndihmojnë ju që të ndiheni edhe më mirë. Sepse lëngu i xhenxhefilit përveç se është i shkëlqyer, ai plotëson nevojat për këto minerale, por ju mund ta pini atë rregullisht edhe gjatë ditës pa as edhe një problem. Si të përgatisni lëngun e xhenxhefilit? Receta e lëngut të xhenxhefilit është mjaft e thjeshtë, por ajo jep rezultate të shkëlqyera. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj me copa të qëruara xhenxhefili, një kastravec, një lug me gjethe mente të coptuara, 1 litër me ujë dhe 1 lug çaj me krip të jodizuar. Përgatitja: zgjeni ujë në një tenxhere dhe pasi të marrë hiqeni tenxhere nga zjarri. Në një tas qelçi vendosni xhenxhefilin, menten, kripën e jodizuar dhe gjithashtu copat e kastravecit. Mbusheni me ujin e zier dhe mbylleni me kapak. Lëreni përbërësit të ndërthuren mirë me njëri tjetrin për një ditë të tërë në temperaturë ambienti. Të nesërmen filtrojeni lëngun. Lëngun me xhenxhefil mund ta pini gjatë gjithë ditës. Në qoftë se ky lëng ju duket shumë i fortë, ju mundet që ta zbusni intensitetin e tij duke shtuar më shumë ujë. Këtë kur ju mund ta bëni 1 deri në 2 herë në javë për plot një muaj. Mirë, po cilat janë përfitimet që vijnë nga xhenxhefili? Sipas të dhënave, xhenxhefili është i pasur me magnez, kalium dhe njëkohësisht me zink. Ai njihet si një ushqim me aftësi të pasura kundër inflamacionit. Njerëzit të cilët të vuajnë nga tiroidja e ëndur duhet që të përdorin xhenxhefilin e rregullisht sepse ai parandalon deformimin e fytyrës dhe të qafës. Dhe nga ana tjetër, për më tepër, xhenxhefili është i dobishëm për eliminimin e lëngjeve të akumuluara në trupin ton. Mirë, po gjëndra e tiroides është një ndër gjëndrat më kryesore në trupin ton, e cila bën të mundur edhe balancimin e trupit ton dhe të gjitha proceseve që ndodhin brenda nesh. Prandaj është më së rëndësishme që ju të kujdeseni, të kryeni analizat e duhura dhe sigurisht të mos shmangni asnjë shenjë ndryshe në trupin tuaj. Në qoftë se ju vëreni se diçka nuk po shkon, menjëherë duhet të drejtoheni tek mjeku për të marrë trajtimin apo diagnozën e duhur. Gjithashtu, gjëndra e tiroides është një gjëndër e cila nuk duhet të lënë kurrë pas dore. Në qoftë se këto kura nuk shkaktojnë asnjë përmirësim, e gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të shkoni tek mjeku juaj. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.